ne qëndrojmë për respektim në plot të drejtës së qytetarëve shqiptar për pronën kudo që janë. Ky është qëndrimi ynë i palkundur. Së dyti, gjatë periudhës tonë në pushtet, ju nuk keni pa kur as të shemen gardhe, as të vendosën tela me gjemba. Pse shqyri? Sepse ne kemi patur një ligj. Dhe ky ligj detyron të qeverin, pasi ajo firmoste leje zhvillimi apo leje ndërtimi e tjerë me radhë për kompanit. Detyron të qeverin që çdo kërkese të drejtë për pronën t'i përgjigjej me vlerën e tregut. Ndaj dhe në 8 vite ka patur vetëm një protest për mua, është qeveria që ndez të gjithë sherrët. Qeveria nuk mund të japë, nuk mund të japë leje zhvillimi apo leje ndërtimi aty ku ekziston konflikti për pronën. Kisha bërë një betejë ku kisha vendosur çdo gjë time në funksion të saj. Tani përsëri, por kjo nuk më deshi vite, kjo më deshi jo më shumë se gjysmore. Dhe ne, si shqiptar, që kemi kult mikun, edhe mire kemi një thënie. Zot, mbrojna nga miqt, se nga armiqt ruhen vetë. E kam thënë atëherë, ja kam përsëris vetës 100 herë, dhe zgjodha gjykaten, si rrugën e nderit për të përballë. Kjo natyrisht zgjoi reaksione, unë jam i vetëdijshëm, por unë ju siguroj se do shkoj në Shtetet Bashkuara dhe atje kam shumë miq dhe mezi pres t'i takoj, natyrisht në kohën të përshtatshme për ta. E domosdoshme është nga kjo lëvizje Shqipëri të imponohet një qeveri kujdestare për zgjedhjet lira dhe të ndershme. Kjo, mendoj unë, duhet të jetë misioni, se unë jam i bindur që ata janë qytetar me shpirt demokrat, me shpirt demokratik, njerëz të rendit kushtetues, kështu që kuptohet që në pushtet arrihet nëpërmjet votës së lirë. Dhe ky është shërbimi më i madh. Partia Demokratike ishte në protest, meqense bulevardi është çdo ditë, ne u bëjmë thirrje qytetarëve, anëtarëve në Shtetet Bashkuara të shkojnë, por ne kemi të gjithë përgatitjet tona për çdo eventualitet. Ai që i thot vetes shqiptar dhe e don këtë vend, duhet mendoj si ta ndihmoj suksesin e asaj proteste. Mos harroni një gjë. Edi Rama është një diktator. E patjus mitingun e tij të djeshëm, çfarë ishte ai? Ai aty lexoi elegjinë e vetes tij. Mitingu ishte një miting funebër. De facto për atë gjithë ata që i ndjekin, ai miting shënoi fundin e partisë krimit.